demokratikën në 22 mars, kishte thënë Berisha. Sot jemi në datën 25 dhe Rama nuk ka ikur akoma. A keni një koment për këto deklarata mbase të nxituara të Berishës? Sigurisht nuk është vetëm 22 marsi, që kur ka filluar cikli protestave, për çdo protestë është premtuar që Rama do t'ik, ose është thënë që jemi në kilometrin e fundit, po arrim. Sikur se thatë dhe ju, këto janë deklaratat nxituara. Askush nuk pret që Rama t'iki me një protestë vetme, apo t'iki me një protestë të tilla dimensioneve si këto që organizon PD-ja me antarësinë e saj. Kështu që do duhet zbritet me këmbë tokë, me këto protesta nuk largohet. Rama do duhet një strategji krejt tjetër, e cila të lindi besimin tek qytetarët. Me protestë mund të rrëzohet nëse do të mblidhen 100.000 veta para kryeministrisë dhe ta detyrojnë qeverinë të doriqet. Por me aq pak njerëz sa mblidhen atje, jeni e sigurt, sikur se ka ndodhur në të shkuarën, edhe në të ardhmen, protesta nuk do të ketë sukses. Qëllimi është, me sa duket, për t'i mbajtur njerëzit përkrasit e PD-s të angazhuar, të mbledhur unik, edhe për shkak të zhvillimeve të brendshme në PD. A e ka përdorur Nenin Basha për të shpëtuar veten nga përgjegjësia, për të mos lënë parti në duart e dikujt tjetri që mbase për pak kohë mund ta bëjë fituese Partinë Demokratike? Kur filloi rithemelimi, filloi me disa premtime për të rritur demokracinë në PD, për të kaluar vendimarrjen nga organizmat qendrore PD tek votuesi. U vendos Neni që në rast humbje të zgjedhjeve kryetari doriqet, zgjedhjeve të përgjithshme, u vendosën primaret, ku kontributet dhe vlerësimi nga struktura do të ishte baza për zgjedhjen e atyre që do të kandidojnë për zgjedhje të përgjithshme apo zgjedhje vendore. Si dhe një sër ndryshime tjera, të cilët në fakt koha tregoi që ngelen në letër. Në zgjedhjet e vitit 2025 u tregua qartazi që votimi primaret, votimi nga baza nuk u mor pothuajse tërësisht në konsiderat për një numër të madh kandidatësh që dolën fitues, dhe pas zgjedhjeve nuk u mbajt fjala që kryetari që humbet nuk u respektuar Neni statut, xhanëm se nuk është një fjalë nderi ajo që jepet, është një përcaktim statutor. Nuk u mbajt, nuk u respektua statuti dhe nuk u dha dorëheqje me justifikimin që zgjedhjet janë vjedhur. Nuk po them që nuk ka manipulim zgjedhjeve nga Rama, ai e përdor gjithësisht pushtetin e tij për të influencuar në rezultatin elektoral. Pra të gjitha burimet shtetërore që kanë dispozicion i përdor. Por margji i madh i humbjes dhe krahasuar ky margj me rezultatin e 2021-shit të jep të kuptosh që humbja nuk ka ardhur vetëm nga manipulimi zgjedhor. Në 2021-shin u humb me 30.000 vota diferencë majorancë opozit, në 2025-ën është humbur me pothuaj 300.000 vota diferencë majorancë opozit. Kjo të kuptosh që veç manipulimit zgjedhor aty ka dhe probleme të mëdha të brendshme që kanë të bëjnë me strategjitë që zgjidhen, me njerëzit, me mbështetjen, me mungesën e mbështetjes ndërkombëtare, me gjëra të cilat nëse nuk analizohet dhe nuk korrigjohen, po doja do të vazhdojë të ri në opozit.
Ku që druhet në vetvete Berisha, se loja për të ardhur në pushtet është e vakët, marrëdhënia ndërkombëtare nuk ka, afër i ka mbetur një grup deputetësh besnik edhe kaq. Asgjë re, po për te kësaj? Po me sa duket ndjehen komod ky grup që është aty edhe në opozit, ndjehen komod, mbajnë vendet si deputet, ndoshta edhe përfitime nga pushtetia për një periudhë ka gjatë, edhe pushteti fillon edhe bëhet pak më i leverdisë e Tiranës. Sa tjetë kjo opozit, Edi Rama do tjetë në pushtet. Nëse kjo opozit nuk reformohet, nuk ndryshon, kemi zgjatur jetën e Edi Ramës. Dhe sa kohë ai ka interes, sigurisht edhe do t'i nxit që të ngelen kështu si janë. Si ke lexuar deklaratat në distancë që ka pasur me Saljanin? Unë mendoj që çdo njeri ka të drejtë që plotson kushtet, sigurisht, ka të drejtë kandidoj. Dhe këtu nuk po hyj në emra të përveçëm. Ajo që nuk më pëlqen, pavarësisht emrave, sidomos edhe dje me rastin e 2 këshilltarëve në Durrës, është fushata e përjashtimeve që ka nisur në PD. Me argumenta, mendoj, jo serioz, që nga njerë të kujtojnë revolucionin kulturor në Kim, ku të çonin për riedukim, kurse këtu ta heqin edhe alternativën e rikthimit. Kjo është pa rikthim pas, një lloj si me agitacion e propagandë në kohën e Partisë Punës. E njerëz me kontribute shumë të mëdha, kam parasysh zotërinjt në Durrës, një ditë bukur e gjejmë jashtuar. Apo udhëzimi që është lëshuar për zgjedhjet e brendshme, ka një pikë që thotë se nëse ke folur publikisht kundër linjës zyrtare të PD-s, nuk konsiderohesh më antar i Partisë Demokratike. Me këtë i bie që të gjithë ne që flasim dhe kritikojmë, qoftë intervistë që po jap sot me ju, i bie që unë jam i përjashtuar nga PD-ja dhe nuk e ushtroj dot as të drejtën e votës. Kështu që kjo fushat mendoj që e rrudh shumë PD-n, e zvoglon, ngjall frikë dhe mbyll gojën. Megjithatë frika dhe gojmbyllja ka qenë një model i vjetër, por tashti merr për masa edhe më negative. Dhe sigurisht pengon edhe të rinjt intelektualët, shoqërinë civile, t'i afrohet PD-s dhe mund bëj një rigjenerim të leadershipit. Pas çdo humbje zgjedhore, partitë moderne europiane, partitë popullore europiane bëjnë pjesë, bëjnë rifreskim të leadershipit. Për fat keq ne kemi ngelur ke ai leadership që kemi pasur që me krijimin e PD-s. Ju keni dalë hapur në mbrojtje të kandidatëve të rinj për kreun e Partisë Demokratike. Kush nga këto kandidatura të duket një vlerë e shtuar me potencial për 23 maj? Jo, thash edhe më sipër, nuk më interesojnë emrat e përveçëm. Kam folur në parim që kushdo që plotson kriteret të kandidojë. Përse jemi ne parti, themi jemi parti e hapur, jemi parti demokratike, jemi pjesë e partive popullore europiane. Për të respektuar parimet, nëse nuk respektojmë statutin, që është kushtetuta e partisë, si do respektojmë ne kushtetutën e Shqipërisë kur të jemi në pushtet? Nëse ne nuk bëjmë analizë të brendshme dhe të përcaktojmë shkaqet serioze e humbjes, si do të rritet besimi në publik? Nëse ne nuk rigjenerojmë ekipin drejtues, nuk sjellim zëra të rinj, figura të reja, si do jemi bindës dhe do të tërheqim elektoratin? Kur shikon të njëjtat fytyrat cilat kanë dështuar zgjedhje pas zgjedhjesh. Nëse ne ngelemi vetëm në kritikën ndaj qeverisë dhe kthejmë atë qëllim vetvete
dhe nuk shpalosim alternativën për shqetësimet që kanë qytetarët, sigurisht njerëzit do të rinë indiferent dhe ne do të rrudhemi edhe në votat e elektoratit të djathtë. Rama është mbret, keni deklaruar ju pak kohë më parë, apo ja kujdeset vetë Berisha me zëllumet e tij për frontin Nuk dhe kurorën? nuk është se po e deklaroj unë, por po të shikosh rezultatet, diferenca ndërmjet nesh me PS-n po vjen duke u thelluar nga zgjedhja në zgjedhje. Dhe të jeni të sigurt që do të thellohet nëse nuk reagohet, do të thellohet edhe në zgjedhjet e vitit të ardhshëm për pushtetin vendor. Dhe është detyra e opozitës t'ja kufizoj këtë pushtet, por t'ja kufizoj me një strategji të mirëmenduar dhe me sjellje normale. Me protesta të tilla për masave, me Molotov nuk rëzohet Rama. Përkundrazi, largon edhe atë pak mbështetje ndërkombëtare që mund të kesh. Ishin para do kohësh Partitë Popullore Europiane me një ekip gjerë këtu dhe e bën të qartë që Molotovi është mjet për të ardhur pushtet për partitë e ekstremit majt, për ekstremistët e ngjyrave të ndryshme, jo për partitë e djathta. Ne vim pushtet me zgjedhje. Sigurisht zgjedhje të lira e të ndershme, me program, me ekip të pëlqyeshëm për publikun. Dhe kështu me radhë. Format që zgjedh PD-ja nuk shkojnë në përputhje me objektivin që ajo ka për të rikthyer në pushtet. E përjedhoi e ke kthyer Edi Ramën në një mbret të pashpallur. A keni ju një mendim për Nokën, i cili është më i anatemuar sot? Nuk dua ty fare në emra personal, pasi kjo do të shikohet si analizë bazuar mbi përplasjet personale. Dhe këto nuk i interesojnë publikut. Shumë demokratë që ndihmuan Berishën për foltore, duke u gënjur nga ideja për të lënë Mënjan Bashën, sepse Berisha do vendoste një alternativë më të mirë se ai dhe jo se do të rrinte vetë. Sot janë të zhgënjur me të, mbase dhe shumë më shumë se me Bashën. Çfarë do të thojë atyre sot? Unë jam një nga ata të zhgënjurët, jo thash nga rithemelimi. Mile edhe në nivel personal sjellja ishte shumë e keqe. Megjithatë, unë ngelem Partinë Demokratike. Aty nuk kam ardhur rastësisht. Kam një karrierë cilën e kam arritur me punë. Nuk i kam borxh ndonjë njeriu dhe do të vazhdoj të kontribuoj në këtë forcë politike. Dhe këtë ju përcjell edhe të gjithë kolegëve të tjerë, të cilët ndihen të zhgënjur nga rithemelimi, që këto janë vështirësi serioze, por me punë, me besim do të vijë një ditë që të kapërcehen. Vazhdimisht zëri duhet ngritur, sepse heshtja betonon dhe cimenton gjendjen e ngurtë brenda PD-s dhe asfiksimin e saj dhe të qëndruarit në opozit për një kohë shumë më të gjatë.